Takimi në Potsdam dhe diskutimi për Kosovën atje do të jetë teme diskutimit edhe me korespondenten tonë në Gjermani, Vjosa Hajdari, të cilën e kemi në transmetim të drejt për drejt. Vjosa, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Vjosa, në takimin e ministrave të G8-s vetëm Sauri konfirmuan dallimet e mëdha mes shteteve perëndimore dhe Rusisë sa i përket çështjes së zgjidhjes së statusit të Kosovës. Ndërsa ko më parë përfundoi edhe një konferencë për shtyp. Çfarë mund të na thuash rreth kësaj? Po, në fakt, siç është e paralajmëruar edhe sot më parë, gjatë takimit të ministrave të jashtëm të G8-s, ku pra një koqire ishte Gjermania, në fakt, prononcimi i ministrit e jashtëm Gjerman Steinmeier është përforcuar edhe njëherë, ose thënë më mirë, është vërtetuar, ku ai kishte tekstuar drojen se gjatë këtij takimi do të ketë në fakt biseda të vështira, pra do të jetë një diskutim më së i vendosur, kështu që kjo u vërtetua edhe gjatë takimit të ministrave të jashtëm të G8-s, pra që Rusia do të ketë një qëndrim kategorik sa i përket çështjes së zgjidhjes së statusit final të Kosovës, kështu edhe u shpreh. Pra ministri i jashtëm Lavrov është prononcuar se në fakt çështja e statusit të Kosovës është një çështje e cila nuk do të zgjidhet apo nuk bën të zgjidhet vetëm nga Këshilli i Sigurimit pranë Kombeve të Bashkuara. Ai këtë edhe e tha, do ta citoj, që fati i Kosovës dhe fati i Serbisë nuk është një çështje e cila do të diskutohet gjatë takimit të ministrave të jashtëm të G8-s në Potsdam, apo nuk është një çështje e cila do të diskutohet edhe gjatë vendimit në Kombet e Bashkuara, pra në Këshillin e Sigurimit, por është një çështje e cila duhet të trajtohet drejt për drejt gjatë dialogut direkt në mes të dy palëve, pra në mes të palës shqiptare dhe asaj serbe. Më tutje, sa i përket konferencës për shtyp që të tre ministrat, të them kështu, pra që ishin protagonistët kryesor, ministri i jashtëm Gjerman Steinmeier, pastaj ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov dhe ministrja e jashtme amerikane Condoleezza Rice, u prononcuar rreth çështjes, në veçantë rreth çështjes statusit të Kosovës. Më lejoni të cek këtu një sekuencë e cila ishte shumë interesante për të reflektuar në fakt, pra në momentin kur shtrohej pyetja për çështjen e statusit të Kosovës, që të dy ministrat e jashtëm, pra që të dy homologët, ministri i jashtëm Condoleezza Rice dhe ministri i jashtëm Sergej Lavrov, treguan me dorë nga njëri tjetrin, pra që ishte ky një gjest i cili do të mund nga aspekti psikoanalitik, ta them ashtu, do të mund të shpjegojë sikur një hudhje e përgjegjësisë njëri ndaj tjetrit. Pra ministrja e jashtëm Condoleezza Rice e shprehu edhe këtë duke i dhënë një lloj mesazhi ministrit të jashtëm Lavrov dhe duke i thënë se çështja e Kosovës nuk është një çështje e cila i përket vetëm Amerikës në këtë kontekst, por është një çështje e cila i përket të gjithë atyre partnerëve që ishin të involvuar në atë bisedë. Pra me këtë edhe bënte të kuptonte se është një përgjegjësi edhe e Rusisë. Në këtë kontekst mund të shpjegohet se nëse në rast se ndodh apo manifestohet ndonjë problem, që përgjegjësia do të mbetet Rusisë, pra konkretisht edhe Serbisë. Ndërkaq që si duket Lavrovi e kuptoi këtë mesazh dhe u përgjigj se çështja e statusit të Kosovës është një çështje të cilën ai nuk e sheh si përgjegjësi të vetme të Rusisë, pra ai e cek edhe njerëz nëse ndodh që të manifestohet ndonjë problem, nuk do të jetë ky vetëm një përgjegjësi e vetme e Rusisë. Megjithatë, ministri i jashtëm Lavrov e shprehu me vehemencë qëndrimin kategorik të tij dhe tha se në Këshillin e Sigurimit, nëse bëhet ndonjë vendim, ky vendim do të jetë i paakceptueshëm, pasi që nuk do të akceptohet nga pala serbe. Ndërkaq sa i përket ministrit të jashtëm Gjerman Steinmeier, që është edhe një koqir i këtyre takimeve, ai në këtë kontekst luajti vetëm rolin, ta themi, të ndërmjetësuesit në mes të dy palëve, pra të qëndrimeve diametrale në mes të Rusisë dhe Amerikës. Ai fillimisht pasqyroi bisedat, temat që ishin biseduar sot, pra problemet që ishin shkruar sot, dhe më pastaj ai bisedoi edhe për çështjen e Kosovës, pra e tha qartë që bëi të diej se në fakt kishte dallime ndaj shteteve të Bashkimit Evropian dhe Rusisë, mirë po në fund ai e la të hapur opsionin se në fakt do të bisedohet rreth kësaj çështje. Në bazë të kësaj, Vjosa, a mund të pritet që shtetet perëndimore të arrijnë ndonjë kompromis me Rusinë para samitit G8-s që do të mbahet javën e ardhshme?
Është kjo një pyetje e cila parashtrohet ka shumë kohë edhe në mediat gjermane, por në fakt edhe në mediat ndërkombëtare dhe jo vetëm në mediat shqiptare. Duhet të kenë parasysh dy fakte që unë do i spjegoja ndoshta apo do i vazhdoja në kontekstin analitik. Në njërin anë qëndron pozita e Gjermanisë, pra e cila në këtë rast është duke luajtur rolin e udhëheqëses apo kryesueses në Bashkimin Evropian. Dhe në sajet të kësaj, më do të them se Gjermania ka një interes që në sajet të efektivitetit, pra të udhëheqësisë së Gjermanisë, të ketë të involvuar edhe suksesin pra në këtë rast zgjidhjen e statusit të Kosovës. Kështu që nëse ne vështrojmë këtë aspekt, atëherë ne do të konkludonim se ndoshta Kosova do të mund të përfitonte nga ky efikasitet i udhëheqësisë pra ose i prezidencës gjermane në Bashkimin Evropian. Dhe duhet të them se sot edhe gjatë takimit vërehej një qëndrim ta themi ofenziv nga ana e Steinmeierit, i cili e tha shumë qartë se nëse Rusia e zvarit edhe më tutje qëndrimin kategorik ndaj sa i përket zgjidhjes së statusit të Kosovës, atëherë do të ketë pasojë, pra do të ketë thjesht një përgjegjësi e Rusisë. Ndërsa në anën tjetër kemi edhe qëndrimin tjetër apo mendimin tjetër dialektik, pra ku ketë parasysh bisedimet që janë bërë në mes të Moskës dhe Rusisë, pra jo suksesi që ka treguar ministria jashtme Rajs, pastaj takimi i Merkelit me Putinin, ndërka që në fund ai kisha cekur edhe takimin, është ftohtë këtu jashtë, dhe kisha cekur edhe takimin me kancelarën gjermane Merkel, e cila është takuar dje me sekretarin general të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, dhe kjo na bën të shpresojmë se ndoshta sekretari general i OKB-s do të ndikojnë Putinin apo thënë më mirë në Rusin, ndërsa në faktin tjetër do shpresojmë se ndoshta gjatë samitit të Gëtetës do të qëndrojnë apo do të marrin pjesë liderët e të gjitha vendeve të Gëtetës, dhe këtu vlen të përmendet në veçanti edhe prezenca e presidentit Bush, andaj mbetet të shpresojmë se ndoshta aty do të arrijmë një zgjidhje efikase dhe në interes të Kosovës. Vjolca, faleminderit për këtë informacione. Ishte korrespondentja jonë e rregullt në Gjermani, Vjolca Hajdar.